ka i diçka tjetër. Thirrjet UÇK, që me sa janë raportuar kanë qenë edhe atje, për mua nuk i bëjnë mirë kësaj proteste, sepse ndihmojnë narrativën e Mickovskit. Ky është problemi. Pra, atë i tash do unë Ergyllë që era e Ergyllë do të kesh protestë sepse ndoshta ai ato po kërkon. Është si një kurs që është ngritur edhe ti po vete me këmbët e tua atje. Po vete me këmbët, më fal. Ergyll, lutem. Gjova me shumë. Dhe së fundi fare të gjithë duam që shqiptarët t'i arrijnë atë. Pra çështja është vetëm ne po diskutojmë si këtu. Nuk është çështja a duhet. Dhe kjo është njëra gjë. Tjetra pastaj, si thua, radikalizimi emocional i një proteste e cila duhet ishte në një farë mënyrë teknike, për një gjë që është ajo gjë, në një farë mënyrë të bësh provimin në atë gjuhë. Mos ta kalojmë tani tek, pse po e zmadhuam shumë, do humbasi fokusi dhe humbet fokusi, dhe fillon edhe, thash dhe njërë ushqet narrativa e qeverisë maqedonase, në gjykimin tim. Pra ne gjithmonë mund të jemi në këtë problemin e madh që po mund të bëjmë të fitoren simbolike, por në fakt është humbje nga pikpamja e asaj që duam të arrijmë. E dyta, çfarë mund të bëjë qeveria? Qeveria shqiptare bie fjala. Që deri tani, siç kemi parë, publikisht ka heshtur, nuk e dim nëse ka bërë lëvizje, si thua, në prapasken, nuk e dim fare, të shohim. Po çfarë mund të kishte bërë me kohë, se në një farë mënyrë ka pas një protestë më herët, tani është kjo e dyta apo jo. Unë nuk mendoj se ne jemi në kushtet që edhe pse Maqedonia është një shtet, po themi, deri diku i dobët, ndoshta i krahasueshëm me ne ose më inferior se Shqipëria në shumë drejtime, okay? Prapse nuk është ideja të bëjmë një përballje frontale me qeverinë maqedonase, të krijojmë një konflikt, qoftë diplomatik, qoftë stadion tani të bëjmë presion etj. Nuk zgjidhen kështu këto gjëra në mendimin tim. Aq më tepër ushqen, po them prap, narrativën e një qeverie si ajo e Mickovskit, cila ka ato tezat e veta, gati fashiste, po themi, në një farë mënyre. Por, si bëhet, edhe Maqedonia, edhe Shqipëria në një procesi integrimit evropian, fundi fare, ku ka kushtëzime, ka standarde që duhen arritur kështu me radhë. Bashkimi Evropian, të gjitha institucionet që nënkupton ky organizëm, kanë mundësinë të ndërhyjnë, kanë mundësinë të dërgojnë një ekip monitorues, kanë mundësinë, ku diun, të verifikojnë diçka. Kjo është zgjedhje që përfundon pas një viti. Mirë pra mirë, unë po them... Një sekond. Problemi i gjuhës nuk dindi sot, as para një muaj. Problemi i gjuhës ka qenë aty me kohë. Sot është kulmi. Unë po flas, mirë pra mirë. Përballohet me edhe një shtet nuk çohet nga gjumi kur bie Pikoçatia. Okej? Jo, çdo shtet nga rinia, nga një farë mënyrë ne duhet të kishim frymën e re. Ne duhet të përdorim të gjitha këto leva. Po, gjitha këto leva që janë në dorën tonë deklarata politike ata, pa futur partitë politike në lojë, pa i pranuar politikanët në manifestim. Kanë bërë deklarata politike, kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministit. Pse u kujtua Mickovski kur nuk ban me ujë pilafi për të thënë që do zgjidhet gjëja? Pse përpara deklaronte që është e zgjidhur gjëra? Pse këta të vlenit deri dje diskutonin që shiko, edhe i referohen akoma përgjegjësisë së partive shqiptare të paraardhse. Po futëm në lojën e patjetër në deklarata politike. Ne në Shqipëri si e shohim demokracinë, në studentët. Mirë pra mirë, studentët janë okay. Ama, po folëm për jo BDI, jo Vlen, e kështu me radhë... Jo, studentët kanë bërë kërkesa politike. Kanë bërë kërkesa politike. Pse për Vlenin, nuk duhet të flasim për shumë? Jo, ne duhet të flasim për ca njerëz që janë shqiptar, rastisit janë shqiptar, por janë, si thua, janë qytetar, fundi fare, të një shteti. Neve i kemi më afër gjithçka sepse janë një kombësi me ne, por që kanë ca të drejta. Kanë të drejta që u garanton kushtetuta e tyre. Duhet ja mbrojnë ligji me radhë. Ata politikanë që janë votuar për tyre? Jo, ata duhet ta bëjnë punën e tyre pa diskutim, nuk po them këtë. Por duhet të flasim me sot çfarë përgjegjësie ka Prishtina në këtë situatë? Prishtina politike po flas, Jo, nuk po them për këtë. Po them që duhet të flasim, pra duhet të flasim Klementin. Jo, kur shteti shqiptar, qeveria shqiptare, në momentin e caktuar Prishtina ka anashkaluar edhe Tiranën Jo, në rregull, nuk po them për ne këtu. Ne çajmë që nuk është korrekt. Tirana është krye... Dakord në një gjë. Po linja zyrtare po them. Për mua nuk është debat teknik, çështje studentësh. Jo, kjo për mua madje student bravo qoftë që u ngritën. Po aty do të ngrihen shqiptarët, jo thjesht studentët, sepse shiko, ajo çfarë po bën? Por ku nuk fiton dot ai politiku. Këtë po them. Pse nuk fiton? Po nuk fiton dot më.
Sepse për mua, nuk fiton dot sepse ajo që po bën Mickovski, nuk është se po çon ujë te mulliri i Mickovskit, ky është problemi. Mickovski. Pse çon ujë ke mulliri i Mickovskit, se nuk e kuptoj këtë gjë. Çfarë cilë narrativ? Që këta kërkojnë të drejtën e tyre që ja garanton Kushtetuta. Narrativin që këta nuk duan shtetin Maqedonas. Kushta? Ata thonë ne e mbajmë shtetin Maqedonas, pa ne shteti Maqedonas nuk qëndron këmbë. Edhe kjo është e vërtet, absolute. Këto janë akuzat pra e qeverisë, s'po them që janë të vërteta, po janë akuzat. Unë akuza, shiko, ai akuza do bëj, po. Dhe këto akuzat do besohen atje, sepse janë shumicë Maqedonas. Shiko, shteti Janë shumicë, po nuk mbajnë, nuk qëndrojnë në këmbë pa këta. Shteti Maqedonas e kuptojnë mirë. Pa shqiptarët, edhe problemin e kanë me Bullgarinë, se Bullgaria nuk është Shqipëria që kujdeset për të futur në integrimin evropian. Shqiptarët nuk thjesht nuk u imponuan. Shqiptarët kur u ngritën, atëherë u ngritën për të thënë shiko se ju mendoni që s'na merrni dot konsiderat ne, po ne na merrni konsiderat. Më bukur e mori komunitetin ndërkombëtar konsideratët. Marrëveshja është bërë me mbështetjen e komunitetit. Dhe Maqedonia në Maqedoninë e Veriut është element shtetformues. Janë 24% diçka aty. Përveç kësaj, ndoshta janë edhe çik më shumë. Po themi sipas statistikave të zyrtar, pra ti nuk mund ta ndashkalosh qoftë edhe për më tepër, ajo që më shqetëson mua është nga faktori politik që është sot në qeveri në Shkup, dëgjon teza tilla dhe thotë nuk është kjo të interpretimi, duhet çuar në gjykatë kushtetuese, ta interpretojë gjykata kushtetuese se normalisht, pra ti kur shikon ato vërtet kemi arritur në të pikë sa që këta politikanë kur vjen puna për agjendë politike vënë dhe negociojnë edhe gjëra të tilla që janë ekzistenciale për kombin tonë. Këtu nuk është problemi që ne mund të na nxjerrë një minus ku diun Brukseli për një reagim zyrtar. Nuk mendoj që kjo mund ndodhi, Klementin. Jo, asu se kam të frikë fare. Unë e kuptoj kompleksitetin e gjës dhe kompleksin e Tiranës në këtë kuadër që thatë ju, për atë integrimit evropian. Po me thënë vërtet në Prishtinë nuk e kuptoj fare. Sepse Prishtina politike ka futur duart në atë që ndodh në Shkup. Jo sot, po s'pagu për një dekadë. Mirë, një sekond. Albin Kurti ka bërë një postim 26 minuta më përpara dhe flet për javën e albanologjisë. Dhe përdor Recep Qosën duke thënë gjua është biografia shpirtërore e një populli, shkruan të profesor po i bie nga Kina dhe ky. Po i bie nga Kina, po jo, se kur erdhi puna para një jave, ishte në Shkup, takoi Mickovskin, dhe u takoi dhe pajtoi dhe elementet brenda vendit, pra i bashkoi sërish temi si sponsori kryesor i atij koalicioni. Po ideja është kur vjen puna, kjo që të shpërten, pastaj duhet marrësh dhe përgjegjësitë. Apo jo. Pra edhe ti duhet dash dhe të flasë, mos të bish nga Kina dhe të përdorësh fjalët e Recep Qosës, cilin kam përshtypjen që nuk e ka pas respektuar kaq shumë kur ishte gjallë. Publiciteti rikthehemi sërish në studio. Thirrje publike ministrit të drejtësisë zotri Filko. Klementin, dalim pak të përgjithësit e politikës në Prishtinë dhe në Tiranë. Për Tiranën e konsumuam, kuptohet, edhe unë jam dakord me idenë e Ergysit që ndoshta duhet ketë një reagim nga Tirana, pavarësisht që mund të jetë në limitet e themi e politikës dhe diplomacisë. Por kur vjen punat e Prishtina politike, tek ai që qeverisë sot Prishtinë, që i ka futur të dyja dorët dhe dyja këmbët me çfarë ndodh. Çfarë shefti sot në Shkup është pasojë e saj. Dhe këtu problemi është, nëse Mickovski ka interes të atencionojë situatën për llogaritë e veta, po këta tanët çfarë interesi kanë që e lën këtë gjën të ndodhi. Përkundazi, edhe e stimulojnë pak me këto batutat poetike të Kurtit para gjysmore në rrjetet sociale. Shiko, unë nisa nga integrimi evropian, ku në një farë mënyrë Ballkani perëndimor është, Maqedonia është aty pa çka se pak më mbrapa Shqipërisë, Shqipëria është më para, Kosova është në fillesat e procesit, në një farë mënyre. Nuk duket e ka në interes shumë të madh zoti Kurti, me thënë vërtetë. Ka pengesat e veta, sepse e dim. Nuk ka dhe në interes madh, se pengesa e dim që ka, por duket që ka në interes madh. Por e kam fjalën këto. Dhe një nga gjërat që kërkon për shembull Bashkimi Evropian, me që jemi në këtë sferë, është ai bashkëpunimi rajonal, pra midis vendeve, në një farë mënyre. Pra, le të sheshojmë ato problemet, mosmarrveshjet që kemi midis vendeve, që pastaj të hyjmë në Bashkimin Evropian pa këto probleme dhe ta rrihet ajo hapësira e lirisë, e sigurisë, e begatisë që nënkupton Bashkimi Evropian.